Janë të pakta festat që mbeten gjatë në kujtesën e të pranishmëve. Ato janë kujtesë, janë traditë, janë njerëzit që kthehen te rrënjët. Unë kam shpresën që do të vijohet kjo traditë edhe ma vonë gjithmonë çdo shnapërete me pas atë logun e vet, organizimin e vet. Më 26 korrik qafa e Predelecit në Lepush u mbush me këngë, valle, ngjyra dhe emocione në festën e Shën Predes, një festë që mblodhi bashkë banorët, miqtë dhe diasporën. Ne mendojmë që Kelmendi po shteron, por nuk shteron as pak, sepse vazhdimisht ka mosha të reja që Dila Vaçaj e pasuron. Me zbukurive madhështore të Kelmendit, tradita u rikthye në jetë dhe festa mori një tjetër ngjyrë. Nga atmosfera e festës te njerëzit dhe historitë që e mbajnë gjallë. Ne ishim aty për ta sjellë këtë ditë në ekran. Pushosh shqiptarçe, 5 gusht, ora 21, në ekranin e TV1 Channel. Mos e humbisni.